Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka i akuzuar nga SPAK për dosjen e inceneratorëve kërkon lirimin nga qelia. Koka ka depozituar një kërkesë në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për lirim të menjëhershëm dhe shuarje të masës së sigurisë, duke pretenduar se ka kaluar afati 3 vjeçar i paraburgimit për inceneratorin e Fierit. Ndërkohë, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e ka shtyrë kërkesën e mbrojtësve të Kokës të bazuar në nenin 263.6 C e kodit të procedurës penale me 24 tetor. Ish-ministri është vënë në pranga në dhjetor të vitit 2021 për dosjen e inceneratorit të Elbasanit me akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasrimit të parave dhe korrupsionit. Për këtë dosje është dënuar në 2023 me 5 vite e 8 muaj burg. Ish-ministri fitoi në korrik të këtij viti të drejtën e lirimit me kusht nga gjykata e Durrësit. Në vendimin e gjyqtarit Xhevdet Lika, thuhej se për pjesën e mbetur të dënimit Koka duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të mos kryej vepra të tjera penale. Por Koka është dënuar për 2 dosje të tjera të inceneratorëve të Fierit, që u kthye për rigjykim në apelin e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një ditë më parë nga gjykata e lartë të inceneratorin e Tiranës, që s'ka marrë formën e prerë. Në 23 shtator të vitit 2023, ish-ministri u dënua me 10 vite burg për çështjen e inceneratorit të Fierit, por në dhjetor të 2024-s, apeli i GKK-s vendosi të rikthente dosjen për rigjykim në shkallën e parë për trupën tjetër gjykuese. Një ditë më parë, gjykata e lartë vendosi që kjo dosje duhet të gjykohet në apelin e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për inceneratorin e Tiranës, Koka është dënuar me 16 prill me 3 vite burg, nga 4 që kërkoi prokuroria e posaçme. Për vendimi nuk ka marrë ende formë të prerë.